Kryeministri Edi Rama në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kabineti qeveritar ka përshkatuar ministrat e qeverisë. Një prej tyre që nuk i shpëtoi zërit kritik të kryeministrit ishte ke ministra e Shëndetësisë Evi Sala. Sipas Ramës, faktet e investimit kanë si kundërshtim përvojën reale të qytetarëve. Faktet tona përplasen me përvojën e gjyshes. Ne nuk mund t'i kërkojmë asaj të ndryshojë përvojën. Duhet ndryshojmë ne, që zëri i saj të dëgjohet, halli i saj të qahet, përvoja e saj të ndryshoj dhe ajo ta shohë që shteti nuk nis dhe nuk mbaron tek tarbjati i mbrapsht i një mjeku. Përndryshe, të gjitha ndryshimet që kemi bërë për shëndetësinë do mbeten aty. Fakt i pamoshëm. Po ne nuk do jemi më këtu. Nëse vazhdojmë të besojmë se mjaftojnë investimet dhe faktet e përparimit, që njerëzit vazhdojnë ta investojnë besimin e tyre tek ne. Pa ndryshuar diçka domethënëse në cilësinë e përvojës së tyre me shtetin. Dhe për ta kuptuar deri në fund atë hendek, harrojini faktet tonë dhe fokusohuni tek përjetimi i njerëzve. Pas shëndetësisë, kryeministri Edi Rama ka targetuar gjatë fjalës së tij e zyrtarët e Ministrisë së Bujqësisë, duke treguar rastin e një infermeri i cili nuk kishte marrë përgjigje në lidhje me një projekt që mendonte të zhvillonte në Lushnjë. Ai targetoi zyrtarët duke thënë se u flasin qytetarëve sikur të kenë karrige në vend të fytyrës, ndërkohë që fytyrën e kanë parkuar në vend të përplanisës. Jam një katunar që e dua sadopak këtë vend. Unë fola me të, po në atë pasqyrën e bulevardit Flamingove ishim plot si ai, ku unë pash se sa e padurueshme është bërë për njerëzit mungesa e empatisë së njerëzve të shtetit, arroganca e zyrtarëve pa gjak, që u flasin sikur të kenë karrige në vend fytyrës, ndërkohë që fytyrën e kanë parkuar në vend të prapanicës. Dhe këtu s'po flas fare, hiç, për ata që u kërkojnë dhe lek, se pasaj është fjalim vete ky. SNA paralajmëroi se do kishte lëvizje të forta në qeveri, por Rama i ka shtyr këto vendime deri në mbledhjen e Asamblesë Kombëtare, që për të mbledhjet në shtator, por paralajmërimi që pëson ndryshimet në qeveri u nga qartë me përshkatimin që Rama u bëri ministrave të kabinetit.